Tregu i ndërtimit në Shqipëri mund të mos jetë duke udhëhequr nga nevoja dhe kërkesa, por nga synimi për të pastruar para me origjinë të dyshimt. Këtë sugjerojnë të dhënat e fundit që dalin nga kjo industri, të analizuara në studimin pastrimi i parave në pasuritë e paluajtshme nga Adriatic Kotori, ku vetëm në 10 vitet e fundit, mbi 9.13 miliardë euro investime rezultojnë me burim të paqartë. Vendi ka qëndruar për 3 vite në listën gri të FATF për risk të lartë nga pastrimi i parave, ndërkohë që të dhënat e censit 2023 tregojnë se në Shqipëri ka më shumë banesa, por edhe më shumë familje pa shtëpi të tyre. Paradoksi rezulton në raport me numrin e popullsisë, pasi nga viti 2011 në vitin 2023, ajo është ulur me 478.590 banor, ndërsa numri i banesave është rritur me rreth 74.000, ku nga totali 356.000 shtëpi janë të pabanuara. Në të njëjtën kohë, numri i familjeve që jetojnë me qira ose pa pronë është rritur nga 70.000 në vitin 2011 në 132.563 në vitin 2023, një rritje kjo prej 88%. Sa i përket lejeve të ndërtimit, të dhënat e raportit tregojnë se vetëm për banesa janë dhënë leje për 11.48 milion metra katror me një vlerë tregu prej 16.2 miliardë euro, por nga kjo shumë, vetëm 7.1 miliardë euro konsiderohen me burim të lishëm, 5.52 miliard nga kredi bankare dhe 1.59 miliard nga investimet të huaja, ndërsa diferenca prej 9.13 miliardë euro mbetet e pa justifikuar. Edhe remitancat, të cilat përdoren shpesh si alibi nga qeveria, nuk e justifikojnë tregun. Kjo pasi në total, ato kanë sjellë nga viti 2015 deri në vitin 2024 7.46 miliardë euro, nga të cilat vetëm 10%, pra 746 milion euro, janë përdorur për pasuri të paluajtshme. Ndërkohë çmimet e banesave janë rritur në mënyrë të ndjeshme nga 862 euro për metër katror në vitin 2015 në 2.057 euro në vitin 2024, pra një rritje prej 139%, pavarësisht se oferta e banesave është rritur me 46%. Organizata ndërkombëtare ekonomike AIF flet për investime në pasuri të paluajtshme që kanë burim fondesh të paqartë ose të pajustifikuar për vitin 2024, ndërsa Global Initiative zbulon se vetëm në periudhën 2017-2019 në Shqipëri janë pastruar rreth 1.6 miliardë euro.